Përshëndetje miq, do thoni ju çfarë bën në këto orë te kryeministria. Në fakt, kisha rreth 3 vite që nuk kisha zbritur në këtë shesh për të protestuar. Sot është data 8 dhjetor. 8 dhjetor i rinis që rrëzoi në thonjza komunizmin dhe gjithë ditën kam pritur që të kishe reagim, protest, i natë në gjithë shka po ndodh. Po në fakt nuk ka ndodhur asnjë nga këto. Dhe sot kam ardhur këtu 3 vite pasi protestoja dikur për çmimet, të nisi protest tjetër. Protest përballë Edi Ramës, i cili duhet dorëhiqet, i cili ka marrë në sulm drejtësinë e në datë 12 gjykata kushtetuese duhet të shprehet. Unë sot po nisi protest këtu, atyre shokëve të partisë i përshëndes dhe vajzat, po kjo është i protest si qytetar, i ftoj të gjithë. Është simbolik kjo nisje i vetëm dhe do jem këtu ditë natë pa ndalim. Jo duke ikë në shtëpi, jo duke ngrënë dreka e duke dalë në televizor e pastaj duke ardhur për të protestuar një herë në kaq. Nga sot do vazhdojmë dhe uroj që këtu të ketë qindra e mira qytetar në ditën të vazhdim. Për më shumë do lidhem, ju përshëndes, ju dua fort. Fundja, ky është fati im. Jem një protestues i përjetshëm. Në erdhi dhe shteti, do me dhëmë policia, ata që unë dua shumë, e dini ju. Do jetë pandalim ditë natë. Sot, nesër, pas nesër, kur të shpret gjykata, askush nuk mund të kërcënoj gjykatat e këtij vendi. Aq më shumë gjykatën kushtetuese. Dhe mendoj që nuk ka gjë për të festuar. Në një kohë kur po luhen fatet e vendit, çfarë të festosh? S'ka çfarë festohet. Kështu që do jem këtu. Në mëngjes do dorëzojmë në polici dhe kërkesën procedurën, se i vetëm lejohet mua të rri, se banori i Republikës jam. Kështu që nesër dorëzohet dhe kërkesa për leje. E në vazhdim jeni të mirëpritur, i madh e i vogël, kur të doni këtu në shesh, të bëhemi qindra, të bëhemi mira, të japim një mesazh i madh e i vogël. Nuk mund të vazhdoj kjo histori kështu. Një kryeministër që kërcënon gjyqësorin në momentin që po i troket dera e vet, dhe nga ana tjetër, që janë kap që të gjithë gafil. Shikojni ata në Greqi atje. Shikojni vëllezërit e shqiptarët kudo janë që vuajnë. Shikojni. Kaq për sot. Këtu jam, kush do vjen.